Si e? Po mirë, jo se... Mirë dhe ne, faleminderit, mirë. Ku është më vështirë të rrisësh fëmijët, në diaspora apo në vendlindje? Po, si që më thonë. Pse? Për ty ka qenë e vështirë? Po që më thonë, për më ka qenë e vështirë se ma shumë ka qenë bashkëshortja me ta. Po? Se unë im kom diaspora, ku më thonë. Po? Bashkëshortja me sigurie ka pas ma vështirë vetëm më rrit atje. Bashkëshortja e ka rrit vetë fëmijët në Kosovë. Po. Por pas sa viteve të është bashku bashkëshortja ty? Ma 17 vite ka orëtër në Zvicër. Po ti gjatë kësaj periudhe ka ardhur në Kosovë? Po, ku marë, për shumë, ku marë për vita, 2 muaj, 3 muaj, 1 muaj. A unë këtë gjithmonë kënë angazhumë me ta në Kosovë, edhe me sigurie kënë me vështirë. E pse s'po na flet bashkëshortja jote? Por dhe? Mirë, nuk është problem, nëse ka problem, unë nuk insistoj fare. Jo, s'ka kur një farë problemi. Po si e dashur, mirë? Mirë. Gëzohem që e mirë me shëndet. Po më thuaj, ka qenë e vështirë për ty me rrit vetë fëmijët në Kosovë? Ka qenë e vështirë shumë, me rrit fëmijën vetë në Kosovë. Pa? I kom pruve këtë në Zvitër edhe këtu i kom pos ma të vëglin 8 vjetë, ma të modhin 17 vjetë tani. I kom rrit edhe këtu edhe atje. Veç ma shtiru ka në Kosovë, se ju më kam veç vetën. Tani këtu... Për ty ka qenë e vështirë sepse atje ke qenë vetëm. Po. Vetëm kjo pjesa thua. Po. Pastaj kur je bashku me burrin, ka qenë gjithçka më lehtë, sigurisht janë të dy prindërit, i ndihmonin njëri tjetrit. Po, qysh jo tani ma lehtë, fëmija u rritën pak. Po. Edhe këtu ma lehtë, te e mësun gjuhën, te ju ka në shtije për ta. Tani mas ju e mësun gjuhën ma mirë. Për ty ka qenë sfida më e madhe si prindër që fëmijët ta dinë gjuhën mirë, a? Po. E dashur, faleminderit, uroj shëndet ty edhe fëmijëve dhe bashkëshortit. Përshëndes. I përshëndes më. Edhe ne ty zotri Jeta, tung të përshëndes shumë, ciao. Mirë. Jo, ndëgjoj.